Policia e Tetovës ditën e djeshme ka arrestuar një djalë M.R. 18 vjeçar nga fshati Pallatinci i Tetovës. Sipas tyre, disa profesor nga shkolla e mesme e mjekësisë Nikola Shtejn në Tetovë kanë raportuar se kishin marrë informacione për një nxënës që kërcënohej se do të vendoste bomba dhe do të kryente vrasje në shkollë. Menjëherë janë ndërmarrë masa dhe aktivitetet e nevojshme nga zyrtarët policor të SPB Tetovë dhe me urdhër gjykate është kryer kontroll në fshatin Pallatic të Tetovës në shtëpinë dhe objektet ndihmëse të personit RR. Siç njoftuan policia e Tetovës, gjatë kontrollit janë gjetur disa sende të djalit të tij M.R, ku për të cilat ekziston dyshimi se rrjedhin nga vepra penale. M.R është privuar nga liria dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, do të pasojë kallëzim përkatës, theksua nga SPB Tetovë. Kujtojmë se në shkurt të këtij viti, disa herë në disa shkolla fillore dhe të mesme në Tetovë u dërguan njoftime për vendosje të mjeteve shpërthyese, për shkak të cilave pati edhe ndërprerje të mësimit, ku po ashtu policia e Tetovës arrestoi personin me inicialet M.R nga fshati Pallatinc, por që nuk ka informacione zyrtare nga ana e policisë nëse bëhet fjalë për të njëjtin person që ka kërcënuar me vendosje bombash dhe me vrasje.